nëse shohimi, na jemi gazetar, që mbi 20 vite jeni gazetar, jemi ballafaquar me situata të tilla, por jo në këtë formë. Presioni, si themi, ka qenë gjithëherë një grupi të caktuar, grupe të interesit politik ose ekonomik, por aja që kam më shqetëson më shumë të që diskutoj më shumë me musafir që kam të ftuar është që ky degradimi shoqëror. Si themi, nuk po muna mi mri, mi u tregu qytetarëve që media është në shërbim të tyre. Dhe sot ndoshta paq sa sulmet ose nxitjen që kanë bërë pushteti ndaj gazetarëve, sot ne po ballafaqohemi edhe me qytetarë. Po, ka një sër faktorë që kanë ndikuar në këtë. Gazetaria është e mirë publike, gazetaria është në shërbim të publikut. Ky është misioni i gjithhershëm i saj. Shumica e gazetarëve e bëjnë këtë edhe e ndjejnë këtë. Duke nisur personalisht para shoh gazetarin si mision, pasion dhe mision në fakt për të shërbyer publikut. Dhe çfarë gazetarët dhe mediat në Kosovë kanë bërë në këto 25 vjet të pas luftës, 26 tash, absolutisht ka qenë në shërbim të publikut në shumicën dërmuese të kohës dhe me interesin më të mirë të publikut. Ne për shumë vjet kemi zbuluar skandale që kanë rrëzuar qeveri, kanë rrëzuar president, pra çdo lloj të kanë ndryshuar fate politike, fate të njerëzve, dhe kjo është detyra kryesore e gazetarëve mediave është për ta mbajtur pushtetin përgjegjës. Dhe këtë jo që nuk e kupton, por dëshiron ta ndryshoj kjo parti politike që ka udhëhequr qeverinë në 5 vitet e fundit, 4 me mandat të plot. Pra, vetëvendosja, synimi i saj dhe lufta e saj e këtyre viteve ka qenë që pikërisht këtë qytetarin ta bind që gazetarët punojnë kundër tyre ose kundër shtetit, që mediat pra nuk e kanë interesin e shtetit, ata thonë primar, kur raportojnë se kanë synim për ta sulmuar këtë parti politike. Është absolutisht e pabesueshme si mendësi. Fillimisht përveç është e pavërtet. Por ka arritur të ketë efekt fatkeqësisht shkëlqen tek një masë e madhe e publikut, pra. Ka arritur të ketë efekt në kuptimin që ajo çfarë ka provuar të bëjë vetëvendosja dhe qeveria në këtë vit është që të aparaqes qytetarëve se gjithë gazetarët janë të njëjtë, gjithë mediat janë të njëjtë, janë të korruptuara, paguhen nga Serbia, nga ish klani e pronto dhe kanë për qëllim që ta dëmtojnë kryeministrin, ta dëmtojnë vetëvendosin dhe thjesht u kanë bërë thirrje qytetarëve që të mos u besojnë raportimeve të tyre, edhe kur raportimet janë me zë dhe me figurë, pra, janë me dokumente, janë me publikime, me informacione zyrtare që i shpërfaqin skandalet nëse ndodhin të kësaj qeverie. Pra, ky ka qenë qëllimi që çkado që këta të bëjnë, keq, të bindin qytetarët që kur media ta raportojnë të mos u besojnë, sepse qëllimi i tyre nuk është për nxjerrë të vërtetën në pa, por për t'i sulmuar.